إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Sot pra është pak shek, po këto klima që i kena këtu, inshallah na i kanë fladit pak, po inshallah do të bani sabër. Vëllezër, mas pariherë, po du mi falënderue dy talebet që ka janë konë dy gjuma për para meje këtu dhe na kanë fresku me dersin e tënve. Inshallah Allahu Dhul Gjelal pranon pitënve ilmin edhe inshallah Allahu Gjilali ban hëgjëllar halja ma të fortë dhe ma të mirë që me pasna dobi pitënve. E dyta që ka përdu me folë vëllezën është një alim i cili ka jetue në shekullin e 7 si pas hijgjërit. E ka emrin Imam Gazaliu. Edhe ki Imam Gazaliu ka shkruajtur shumë citape. Një ndër ato citape që e ka shujt është Ja ejuhel walad, o ti djalësh. Fillim që kjo nuk ka konë citap, po e ka pas një nxans. Edhe ka orë ka mësu të Imam Gazalia, masi e ka mësu Koranin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë o imam po du mu këti të veni jem, me apo hajrin mileti atje. I thot imami, mirë, shka i ke mësu e Koranin e sunetin, ama dosh me mësu edhe pak se qysh mu sjell me njerëzit. Qysh mu sjell me njerëzit. Jo, i ka thonë mjafton mu e që e ke mësu Koranin e sunetin, e qëtaj të shkoj të veni Hamani, të shko. Kur shkon atje të veni vet, hasën probleme. Kur hasën probleme, shka ban, e mere shkru një letër, e i thot Imam Gazalijës, qështu s'po dije qysh mi dhonë gjevab disa njerëzive, edhe po kam disa probleme. Edhe masane Imam Gazalia ja shkru një letër, e qajo letra sot abo qitap, në të cilën dhe thot shkruun se qfar gjevapet dhe thot do të mi dhonën hoxha gjematit vetë. E kjo libra është pak ma e gatë, po unë e përdu me zgjidh veç një mesele, me pas qartë, për ata syse se cili prej neve e përfatson pak dinin e vetë. Se me konë se shkon da nikon shka e beti, musliman, edhe aj minherë ta parashton një pyetje tyje. Edhe ti në qatë vend bo është hoqë, kur t'ja nis me dhonë fetva, ta man hoqëje. Edhe aj thot ma ka dhonë gjevapin një musliman, apo këton. E për këtë arsye pra dosh po ditë se qysh dosh musjel me njerëzit. Njerëzit që ka parashtojnë pyetje, janë 4 lloj, dush me ditë 4 lloj. E dush me pas parasysh se me cilin lloj njerëzive ki punë. I pari lloj i njerëzive kush janë? Janë që ata njerëz të cilët e kanë qëllimin e pastër të mirë, po Allah i qatë që ju ka dhonë, ma shumë s'mujnë me kuptu. Qëllimin e ka të pastër, po menën nuk e ka në atë nivelin shka mundë ti me të kuptu. A u mërëm vesh? Qëllimin e ka të pastër, po menën e ka të vogël hala. Ki kur ta parashton një pyetje, mos jep gjevap heq. Pse? Pse edhe mi dhonë gjevap, kisu në kupton ata. Si për shembull, meselet e guslit. Me bo me të parashtu një fëmijë i vogël, kur dohet muslimani me ola. Tja ki nevoj mi kalzu atina? S'ki nevoj mi kalzu, pse? Se halas ju kanë zë telat atina. Nuk e djaj shka martesa, nuk e djaj shka dashnia, s'ka mri në atë nivel. Ti veç lodhësh, edhe i kalzon, badjava, a i sën e kupton atë mesele. Për atë arsye heq nuk ki nevoj shka mi kalzu ati. A mërën vesh? Kjo janë grupa e parë e njerëzve. Grupa e dytë e njerëzve kush janë? Grupa e dytë e njerëzve janë që ata shka kanë qëllim të keq. Menën e kanë të aman, po qëllimin e kanë të keq e kanë. Edhe ki vjen me ta parashtru ti një pyetje
jo për me morë vesh me selën ti shka kemi kallëzu atina, po veç për me ditaj se ti çfarë mendimi kije. A e morën vesh. Dhe thot grupa e dytë janë njerëzit e këqij, të cilët kuptojnë çka ti fol, po nuk don ai mu morë me këtë punë, ai ka që veç me ditë se ti çka mendon. Shka ki nevojë ti mi kallëzu këtë dunjojës, shka je ti? A je musliman, a je BDI, a je Macedon, a je Turqeli, a je çfarë do bije ban? Atë hindë një shka në gjep ti se ti kallëzojsh ti da një kune çfarë partije kia. Atë hindë ti nda një sen në gjep si ti kallëzojsh ti shka mendon, a dush me knu elhamin me zoa pa zoa. Jo, saj nuk ka du të parashtru pyetje tyje për me vorë vesh me selën, pa du të parashtru e pyetje për me di se çfarë mendimi ki ti. A nuk ka me rëndësi ti shka e ki mendimi. A u kuptu? Edhe kësaj grupës njerëzve nuk duhet me ju dhonë gjevap. Pse? Për atë arsye se thotë Allahu dhul Gjelal, lekum dinukum waliya din. Ju e keni fejnë e juj, unë e kam fejnë teme. Unë e shka menoj të fejnë eme, ashtë puna eme me Allahin tem. Ama ti shka menon, shka dush bon ti. Ka ven bolë në gjehenem. Sa dush ka ven. Për këtë neve, shka i natë kryu në pita Ademi a.s. Te këterti njëri i fundi shka ka më ardhë, ka ven edhe në gjenet për ta, po ka ven edhe në gjehenem për ta. A i donë me zgjedh gjehenemin, le shkove në gjehenem. Ti donë me zgjedh gjenetin, shko në gjenet. Musu më rakos për këtë punë. A e thashën e dikuna, a që a thash. Jo, hiç musu lodhë për këtë punë. Kjo janë grupa e dytë. Grupa e tretë janë njerëzi hala më të rrezikshëm. Qëllimin e kanë të keq, po edhe e kanë çka me pa mendimin tanë, mase me bo polemik me ty dhe me të kallëzue jo ti gabim je. Nuk ka çështo, është e kundërta e asaj çka ti thon ti. A e kemi qartë, do thotë qëllimin e ka të keq, po edhe po don ty me ta mush menën se janë drejt i e keq. As me këta musomet, hiç mos jep gjevap. Jo që nuk e dinti shumë mirë, por çka nuk i ban dobi atina, pse se a i ka ngull kom të kufri veta gjë, ti s'kishka ja rrothlon menën. Pse? Se menën nuk je ti shka e rrothlon, e rrothlon Allahu dhul Gjelal. Mo paskon që na e rrothlojna menën, ja pejgamberi a.s. ja kishë rrotlu menën migjës vetë, ja kërkush. Na s'qena më të meqëm se pejgamberi a.s. Po qka? Sunja ka rrotlu menën, ka dekë si qafir, pse ka ven bolë në gjehenem. Për këtë arsye pra musulmanti ma i meqëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse se Allahu dhul Gjelal dikujna nuk donë mi shdrip hidajet, nur në zemrën e vete. E kur nuk ka nuraj, nuk mundet me kuptua i fjallë në Allah. Grupa e tretë. Grupa e katër kush janë? Janë njerëzit të cilët kanë qëllim të pastërt edhe dojnë me u përfitu pi ilmit tanë. Grupa e katër. Veç që kjo grupë meritojnë mi u kallëzu. Që kjo e një ju, që kjo grupa. Pse e keni qëllimin e pastërt, keni arë në gjami për mu përfitu pi fjallëve të Allahu dhul Gjelal, inshallah Allahu dhul Gjelal ju shpërblen. E për atë arsye unë për ju hap juve këtu ders. Po për fat keq, a në të po qëta, kjo është e lidhë të gjë me kamerën. Mase në që kitë dërsi jem del edhe dikun qeter. E mase në shetë të li qfar qafiri. E kër e shef të li qfar qafiri, ta shanë në unën, e të thotë shka mos. Nuk ka me rëndësi, shka dojë le thoi, ka vend gjehenem bolë. Kryesorja ju e keni morë vesh qka është realiteti. A e kuptu të vlezë? Dhe thotë, nuk do është mingull kompë, desi dhe me e kallëzu dikujna. Jo, donë mu përfitu i të regonë. Që kjo është haki, si dush me besu, beson, si mos dush me besu, mos u ladhë heqë. Ashtu, hecë daveti për para. Pse? Për atë arsye se Allahu dhul Gjelal ka thonë, kujna Allahu dhul Gjelal i e përsi, i ka thonë Allahu dhul Gjelal e tina shumë mirësi. E urësia nuk është e mësimi, po urësia është me ditë ti qish mos jel me njerëzit. Të kemi qartë, dhe thotë dush me ditë se me se cilë njeri qish dush mos jel. Për këtë arsye pra,
duhet me kuptu një sen. A i keni po surja e dytë. Këtë e dini përmen që emene. Elif la mim dhalike el kitabu la rajbe fi huda lil mutakin. Shka thot Allahu dhul Gjelal kë? Ban be Allahu dhul Gjelal që të 3 harfe. Elif la mim. Si adin komentin kërkush që të nëve harfeve. E kalon Allahu dhul Gjelal te ilmi tina. Kër shkojnë në gjenet, isha Allah në kalzon se shkanë me thonë elif la mim. Po thot dhalike el kitab. Kja është një liber. La rejbe fi, nuk ka dyshime në ta. Në Kur'an, dyshim nuk ka. Po për ka nuk ka dyshim? Huden lil muttaqin, është udhëzim për muttaqinët. Do thot Kur'ani nuk ka dyshim. Për ka? Për që të shkanë muttaqin. Ama për të li qfar qafirin, ka shumë dyshime. Ka shumë lafe, pse qafir është aji. Ai nuk mundet me besu që ata shkatje besa. Ama muttaqini kush është? Alladhina yuqimuna as-salah, e para. Shka e falin namazin. E dyta, çka është? Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, që ata shka besojnë në ghaib, që ata shka e falin namazin, wa mimma razaqnahum yunfikun, edhe për qasajna çka na ju kina dhon, ato japin. A i ki që do të recilsi, po i kam hoqë. Unë e besoj gjenetin, besoj gjehenemin, besoj ditën e gjikimit, e besoj Allahin, i besoj me laqet, edhe pse si kun pa kur, i besoj. Që ki e pas ka plëcue, kushtin e parë. Kushti i dy qka është, a falë namaz ti, po falë namaz. Kushti i tretë qka është, a kiti, pare me dhëndë një kujna lemosh, po kam. E ti je, pi qatinëve shka mund është me morë vesh, Koranin. Ama si mës t'i kish që të 3 cilësi, së mundët me morë vesh Koranin. Edhe nuk ka udhëzim Korani për ata. Pse? Se problemi është aj, se aj nuk është i udhëzum. Inshallah Allahu dhul Gjelal na udhëzon ka heri edhe ka e mira. Për këtë arsye pra, doni me kuptu një sen. Allahu dhul Gjelal në qëtë njëtën sure, ma vonë, po folë për qafirat. Inna alladhina kafaru, ata të cilit i kanë bon kufër Allahut alej, Allahut azza wa jall, sawaun alejhin, e ndërtehum em lem tundirhum la yu'minun. E njëjtë është, desh ju kallëzohet ti, desh nuk ju kallëzohet, nuk besojnë ata. Khatama Allahu ala kulubihim, Allahu i kam shu peqat zemrave tinve, edhe i kam shu peqat veshve tinve, edhe i kam shu peqat syve tinve. Sa dushti bili argumente, sa dushti kallëzoj se qështu ka thonë Allah në Kurane, qështu ka thonë pejgamberi al-Islam. Ja, nuk besojnë ata. Badjavë, mësë mirë me ta, nuk besojnë. Mësë hup energjien tonë, mësë hup sabrin tanë. Pse se qafer është e? Se me pasdasht Allahu dhul Gjelal, edhe atina i ki zbrit nur. Suku shkat ka zbrit ti nur, që sot i kelon krejt pun, ke ardhë me madhnu Allahun dhul Gjelal. Që ta duhet me kuptu o vdezën. Na pse i na të bom hidajet, nuk do me thonë që i na shumë të meqëm, nuk do me thonë që i na shumë të zot, nuk do me thonë që i na shumë të fort. Jo, Allah atë na dasht neve. Atë na dasht, na i ka qelë zemra tona për me ardhë, me madhnu Allahun në dhul Gjelal, edhe Allahut miran sejde. Se sikur mështë i shkon, Allahu kur kush për neve, s'kish besu, asë nuk ish fal, asë nuk ish agjenu. Pa elhamdulillah, Allahu na ka udhëzue ka hajri. Inshallah Allahu dhul Gjelal na shtron dritën na për zemrat tona, edhe inshallah jemi për atë në shka e kuptojna hakin qashtu që she ka zbrit Allahu dhul Gjelal në Kur'an, edhe qashtu që she ka spjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kitabet e tina. Zoti ju shpërblet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.